أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimet I takojnë Allahu, vetëm atë falenderojmë, ndihmë dhe falje vetëm për Tij kërkojmë. Atë të cilin Allahu udhëzon nuk ka kusht ta humbë, dhe atë të cilin Allahu e humb nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç Allahut Azza wa Jall, I vetëm dhe I pashoq, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun, ashtu sikur se I përket Atij të keni frikë dhe mos vdisni veç se duke qenë besimtar. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ju njerëz, keni frikë Zotit tuaj, I cili ju krijoi juve prej një vetje të vetme. E prej saj krijoi shoqen e saj, e prej tyre dy nxori burra e gra të shumë. Keni frikë Allahun, në emër të cilit përbetoheni dhe ruani lidhjet parafisnore. Vërtet, Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe thuani fjalë të drejta. E nëse ju e bëni këtë, atëherë Allahu ja u rregullon juve punët tuaja e ju fal gjunahet. E kush I bindet Allahut dhe dërguarit të Tij, ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'd, fa inna ahsana al-hadithi kalamullah, wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha, wa kullu muhdathatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fi an-nar. E më pas, tregimi më I mirë është fjala e Allahut. Udhëzimi më I mirë është udhëzimi I profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija janë shpikjet në fe. E çdo shpikje në fe është bidat. E çdo bidat është humbje, e çdo humbje të shpihen në zjarr. Thot Allahu në Kur'an: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Thuaj, o robët e mi, të cilët e keni ngarkuar veten tuaj me gjunahe, mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahut. Allahu I fal të gjitha gjunahet. Ai është falsi, mëshiruesi. Allahu Azza wa Jall, I cili ka krijuar njeriu, e ka urdhëruar dhe e ka ndaluar atë. E ka krijuar njeriu për ta sprovuar. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Ai është I cili ka krijuar jetën dhe vdekjen, që ka krijuar vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar juve, kush nga ju do të veprojë më mirë. Për mëshirës së Allahut Azza wa Jall dhe mirësisë së Tij është që ja shmufishon njeriu veprat e mira dhe nuk ja shmufishon atij veprat e këqija. Thot Allahu në Kur'an: "Men jaa bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Kush vjen me një të mirë, ai do të shpërblehet me ta 10 fish. E kush vjen me një të keqe, nuk do të shpërblehet veçse me ta, dhe askujt nuk do t'i bëhet padrejtësi.
Transmetoni Ibn Abbasin se profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at, faman hamma bil-hasanati falam ya'malha, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah, wa in 'amilaha katabaha Allahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin kathira. ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن عملها كتبها الله عنده سيئة واحدة." Allah I ka shkruar, I ka caktuar të mirat dhe të këqija. Ai I cili do të veprojë një vepër të mirë dhe nuk e arrin dot ta kryejë atë, atij Allahu ja shkruan sikur ka vepruar një të mirë të plot. Dhe ai që e kryen atë, Allahu ja shkruan atij 10 e deri në 700 fish e mëtej. Dhe kush do të kryejë një vepër të keqe dhe e lën atë, pra e lën atë për hir të Allahut, atij Allahu ja shkruan një vepër të mirë. Dhe kur do të kryejë një vepër të keqe dhe e kryen atë, atëherë Allahu ja shkruan si një të keqe. Pra për mëshirës Allahut Azza wa Jall që I ka treguar njerëzve rrugët për në veprat e mira dhe I ka nxitur në to. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibat al-kaba'ir." 5 namazet, Xumaja deri në Xuma, Ramazani deri në Ramazan, I falin gjunahet e atyre që ka mes veti, kur I largohet gjunahet të mëdha. Gjithashtu transmeton Ebu Hurajra se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Imani, besimi është 70 e ca deg. Me lartë aty është fjala la ilaha illallah dhe me ulta është shmangja e një pengese nga rruga dhe turpi është një prej degëve të imanit." Gjithashtu transmeton Ebu Dherri se profeti sallallahu alaihi wasallam I ka thënë: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka bi wajhin taliq." Mos në vlerëso nga veprat e mira asgjë, qoftë edhe të takosh vllajtar me fytyrë të qeshur. Gjithashtu transmeton Enes radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha la yarda 'an al-'abdi an ya'kula al-aklata fa yahmadahu 'alayha wa yashraba ash-shurbata fa yahmadahu 'alayha." Allahu gëzohet për robën e tij kur ai han diçka dhe falenderon Allahun për këtë, dhe ai pin diçka dhe falenderon Allahun për këtë. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jall I ka sqaruar njerëzve gjitha veprat e mira dhe veprat e këqija, dhe e ka mbyllur derën gjitha veprat e këqija dhe çdo gjë që të shpihen në to. Thot Allahu në Kur'an: "Kul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Thuaj, ka ndaluar Zoti, ka ndaluar Allahu të gjitha veprat e turpshme apo të fshehta qofshin, gjunahet dhe padrejtësinë. Ti bëni Allahut shirk, si dhe të thoni mbi Allahun atë që ju nuk e dini. Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Atë në të cilën unë ju kam ndaluar nga ajo, largojuni asaj. E me çka ju kam urdhëruar, zbatojeni atë sa të keni mundësi. Dhe është e përfshirë të gjitha veprat e mira dhe shkak që njeriu të jetë I shpëtuar këtë botë dhe në botën tjetër është pendimi tek Allahu Azza wa Jall. Thot Allahu në Kur'an: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun." Dhe pendohuni tek Allahu që të gjithë o ju besimtar që ju të jeni të shpëtuar. E gjithashtu thot: "Ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." O ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert, që Allahu t'ja u falë juve gjunahet tuaja e t'ju fusin në xhenete me të cilat të rrjedhin lumeni. Kur njeriu pendohet me pendim të sinqert tek Allahu Azza wa Jall, Allahu ja ruan atij veprat e mira dhe ja fal gjunahet dhe bëhet shkak që ta fusë atë në xhenet. Thot Allahu në Kur'an kur tregon për Hudin, kur I ka thënë popullit të vet: "Wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adhaba yawmin kabir." Dhe pendohuni tek Allahu dhe kërkojeni atij falje, që t'ju japi juve një jetë të kënaqshme dhe t'i japi secilin shpërblimin e tij. E nëse ju e refuzoni këtë, e nëse ju nuk pendoheni, atëherë unë kam frikë për ju ditën e një dëshkimit të madh. Gjithashtu, pendimi është wajib, është obligim për çdo besimtar.
Ai I cili kryen gjunahe të mëdha duhet të pendohet, të mos e befasohet të vdekja dhe të takojë Allahun Azza wa Jall dhe ai është I hidhuruar prej tij, me ta dënojë për këto gjunahe. Ai I cili kryen gjunahe të vogla duhet të pendohet, sepse vazhdimësia në gjuna e largon njeriu nga Allahu, ja ngurcon atij zemrën dhe do mëson imanin e tij. Dhe imani, besimi, shtohet me vepra të mira dhe paksohet me gjunahe. Vazhdimësia në gjunahe e bën që njeriu të ambientohet dhe të përshtatet me to, dhe kështu ka shumë të vështirë që t'i lejë ato. Dhe në këtë mënyrë shejtani I hap atij rrugë për gjunahe të tjera akoma dhe më të mëdha, derisa ta shpjerë atë deri në kufër. Lutim Allahut na ruaj prej saj. Gjithashtu, pendimi është prej adhurimeve më të mëdha dhe më të dashura tek Allahu Azza wa Jall. Realizohen nëpërmjet tij shumë mirësi. E për tyre që Allahu atij që mendohet ja kthen veprat e këqija në të mira. Thot Allahu në Kur'an: "Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil-haqqi wa la yaznun, wa man yaf'al dhalika yalqa athama, yudha'af lahu al-'adhabu yawma al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan." فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Ata të cilët nuk lusin dikë tjetër veç Allahut, nuk I bën shirk Allahut dhe nuk vrasin njeri veç se me të drejtë dhe nuk bëjnë zina. E kush I bën këto, ai do të gjejë dëshkim të madh. I shumëfishohet atij dëshkimi ditën e gjykimit dhe aty do të jetë I nënshmuar, veç atij që pendohet, beson dhe kryen vepra të mira. Ata janë të cilët Allahu ja u kthen të këqijat në të mira dhe Allahu është falës, mëshirues. Thot Allahu: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah." O ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert, që Allahu t'ja u falë juve gjunahet tuaja e t'ju fusë në xhenete në të cilat të rrjedhin lumej, ditën që Allahu nuk I kushtron profetët dhe ata të cilët kanë besuar me ta. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Kullu bani Adama khata wa khayrul khata'in tawwabun." Çdo njeri, çdo biri I Ademit është gabimtar dhe më të mirët e gabimtarëve janë ata të cilët më së shumti pendohen. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falënderimet I takojnë Allahut, Zotit I gjithësisë. Salatet dhe selamet e Tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e Tij, shokët e Tij dhe ata të cilët I ndjekin ata me vepra të mira deri në ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut është e gjatë dhe mirësia e Tij është e madhe. E pranon pendimin e gabimtarit, e shpërblen ata, ja fal gjunahet dhe e fut atë në xhenet. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'u al-layl." Allahu e shtrin dorën e Tij gjatë natës të pendohet ai që ka gabuar ditën. Dhe shtrin dorën e Tij gjatë ditës të pendohet ai që ka gabuar gjatë natës. Pendimi është prej adhurimeve më të mëdha dhe më të dashura tek Allahu. Ai është shkak që njeriu të jetë I shpëtuar. Thot Allahu në Kur'an: "Fa amma man amana wa 'amila salihan fa 'asa an yakuna min al-muflihin." Ai që beson, ai që pendohet, beson dhe kryen vepra të mira, do të jetë prej të shpëtuarve. E thot gjithashtu: "Watubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun." E pendohuni tek Allahu që të gjithë ju besimtar që ju të shpëtoni. Mjafton për vlerën e tobës që Allahu Azza wa Jall kënaqet me robën e Tij kur ai pendohet me një kënaqësi shumë të madhe. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Allahu kënaqet më shumë me pendimin e robit të Tij se dikush prej jush që është në udhtim dhe pa pritur humbet deveja e tij mes një shpërtire. Në ta ka pasur ushqimin dhe pijen e tij. E kërkon atë
E pasi që humbet shpresat nga ajo, shtrihet në jenë një peme, dhe pret aty vdekje, dhe kur zgjohet dhe gjen devën e tij aty. Dhe pra Allahu Azza wa Jall kënaqet më shumë, e mendoni sa do kënaqet një njeri që ka humbur shpresat nga jeta dhe pa pritur dhe gjen devën e tij dhe ushqimin. Sa kënaqet, Allahu Azza wa Jall kënaqet më shumë se ky njeri kur njeriu pendohet. Gjithashtu, pendimi është përcilësive të profetëve dhe njerëzve të mirë. Allahu Azza wa Jall tregon për Ademin pasi që kanë nxjerrë nga xheneti që ai ka bërë teuba dhe ka thënë Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O Allah, i kemi bërë padrejtësi vetëve tona, dhe nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, do të jemi prej të humburve. Dhe gjithashtu tregon që thotë fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Dhe Allahu i mësoi Ademit disa fjalë me anë të cilave e fali ata. Gjithashtu tregon për Musaj, ku i ka kërkuar Allahu që ta shifte, dhe në pas ka thënë subhanaka tubtu ilejk wa ana awwalul mu'minin. I lartësuarje, pendohem tek ti dhe unë jam i pari besimtarëve. Dhe gjithashtu thot Allahu për Davudin, wadhkur abdana Dawuda dhal ayb innahu awwab. Kur kujtoi robin ton Davudin, të cilit i dham fuqi të madhe, ai ishte që shumë u pendonte tek Allahu. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka pastan pas çdo abdesi, Allahumma ij'alni minal mutatahhirin, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. O Allah, më bëj prej atyre të cilët pendohen shpesh dhe më bëj prej atyre të cilët janë të pastër. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam thot ya ayyuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiru fa inni atubu fi al-yawmi 100 marra. O ju njerëz, kërkojni falje Allahut dhe pendohuni tek ai. Unë pendohem tek Allahu në ditë 100 herë. Dita të cilën Allahu e fal njeri, ajo është dita më e mirë e jetës së tij. Ka'b ibn Malik tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë atij, ditën që Allahu ka zbritur pendimin e tij në Kur'an, "Abshir bi khayri yawmin marra alayka mundu waladatka ummuk." Përgëzohu me ditën më të mirë të jetës tënde që kur ke lindur. Dhe së fundmi, tani jemi në muajin e madh të Ramazanit. Profeti sallallahu alaihi wasallam teksa ka qenë duke u ngjitur në minber, u ka dëgjuar të thojë amin, amin, amin. Dhe ka pyetur pse, e ka thënë Muhamedi Xhibrili dhe më tha, o Muhammed, ai person i cili e ka Ramazanin dhe nuk i falen atij gjunahet, Allahu largoft atë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë amin. Lusim Allahu mos na bëjë neve për atyre të cilët largohet, por se të na afrojë edhe më shumë me këtë muaj, na i falë gjunahet tona dhe të na fusin në xhenet. Wa aqimis salat.